Dhe thot min abwabi sadaka, prej dyerve të sadakas, prej formave të sadakas, në mënyrë që mos të përkufizohet ky nocion në mendjen tonë se sadakaja është vetëm një ndihmë financiare që jep atij që ka nevojë. Jo, sadakaja është shumë më e madhe se kjo pra. Thot pejgamberi alayhis salam dhe prej dyerve të sadakas është dhikri, përmendja Allahut subhanahu wa taala, thënja Allahu Ekber, thënja Elhamdulillah, thënja La ilaha illallah, e kështu me radhë. Prej dyerve të sadakas është urdhrimi për të mirë dhe ndalimi nga e keqja. Prej dyerve të sadakas është largimi i pengesës prej rrugës së njerëzve. Një pengesë, një diçka e cila ju pengon njerëzve në rrugë, largimi i saj prej rrugë është prej sadakas. Prej dyerve të sadakas është që ta udhëzosh një qort të cilin e sheh në rrugë, pra një njeri i cili e ka humbur shikimin dhe ka nevojë që t'i ndihmosh, që ta udhëzosh dhe ta dërgosh në vendin në të cilin dëshiron të shkojë. Prej dyerve të sadakas është t'i ndihmosh atij që ka nevojë, pra ka nevojë për ta gjetur një vend apo për t'u takuar me dikant e kështu me radhë që t'i ndihmosh. Prej dyerve të sadakas është që t'ja largosh vështirësinë një njeriu i cili ka vështirësi. Si shembull, për shembull, familja të cilëve për shembull i digjet shtëpia. Një familje të cilës i digjet shtëpia, prej dyerve të sadakas është që t'ja largosh këtë vështirësi. Në çfarëdo forme që ke mundësi, dhe asnjëherë mos e nënvlerëso pra veprën, po qoftë edhe pak. Prej dyerve të sadakas është përkthjelja e bashkëshortes, raportet e mira me bashkëshorten tënde. Prej dyerve të sadakas është ushqimi të cilin i ja jep fëmijut tënd, ushqimi dhe të hollat të cilat i harxhon për fëmijun tënd. E kështu me radhë, pra, të gjitha këto thot pejgamberi alayhis salam janë prej dyerve të sadakas, në mënyrë që mos përkufizohet ky nocion në mendjen tonë dhe ta di se çdo vepër e mirë me të cilën e përmirëson raportin e tij me krijesat e Allahut subhanahu wa taala do të konsiderohet si sadaka për të.